PDK-ja prap nuk i kap 200.000 vota. Pse PDK-ja nuk u rrit në zgjedhjet e 28 dhjetorit? Sepse PDK-ja hyri në gare plagosur. Përveç mungesës hashmthaqet e Kadri Veselit, PDK-ja ishte përqarë edhe në për disa degë. Dega e Drenasit, cup me cup, Skënderaj i paknaqur, Prishtina me atërmbetje, Kaçaniku i thyer, vetëm për t'i numëruar disa prej degëve. Mbi të gjitha, hyri si një parti që me nën shkurt ishte rajonalizuar, pra ishte shndruar në parti rajonale. Bedri Hamza, donë që u bë dhe kryetari i PDK-s, nuk arriti të krijonte momentum. Përkundër përgatitjes profesionale dhe çështjes së mëdëruar, Hamza nuk ofroi shpresë për të ardhmen. I bëri disa lëvizje në listën e kandidatëve, të cilat ju përkthyen PDK-s me njerëz të rinj dhe profesionistë në grupin e ardhshëm parlamentar. Kjo është merit kryekpët e Bedri Hamzës. Konventa organizua shkeleshko, ndërsa zgjedhjet e vërteta në përdeg u shtyn për një kohë tjetër. Sidoqoftë, PDK-ja nuk është parti që rritet, por është grup i copëzave që menaxhohen deri në rikthimin e faqet të Veselit. Pra PDK-ja aktualisht e administron votën e saj. Nuk ka tendencë rritjeje, madje nuk e synon as rritjen. Duke qenë në opozit, ky stagnim, kjo status quo është vrasëse për PDK-n. PDK-ja vazhdon të portretohet si e kaluara dëmshme. Edhe kur bie vetëvendosja, rritet LDK-ja dhe anasjelltas, ndërsa PDK-ja është gjithmonë aty, me maksimum pak mbi 190.000 vota. PDK-ja e menaxhoi keq fushatën e zgjedhjeve lokale, duke lënduar imazhin e saj. Konflikti mes Ramiz Ladrovcit dhe Samil Ushtakut dhe kryesisë së PDK-s ishte fatale për zgjedhjet e 28 dhjetorit. Humbja në Mitrovic, donse e krijoi Arjan Tahirin, e penalizoi PDK në tërësi dhe Hamzën në veçanti. PDK-ja vazhdon të qëndrojë dobët e Gra dhe Rinia, dy nga motorët e fitores së vetëvendosjes. Rruga përpara e PDK-s është e qartë. Duhen zgjedhje për një memër brenda partisë, duke filluar nga degët dhe nëndegët. Megjithatë, PDK-ja mori një sinjal të mirë. Elektorati i saj dëshiron e kryet partisë njerëz të rinj, si Përparim Gruda, Orhan Ismaili, Arben Mustafa, Saleh Jashari, Besa Kabashi dhe Arjan Tahiri. Tash PDK-ja duhet ta dëgjojë elektoratin e saj, nëse normalisht dëshiron të shmang vendumrimin.